për kandidat për deputet për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025 të Partisë Socialiste, Partisë Socialdemokrate, të Partisë Koalicioni Euroatlantik, të Koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj, të Koalicionit Djathtas për Zhvillim, të Partisë Mundësia dhe të Partisë Aleanca Demokracia e Re. Po. Bëj një relatim përmbledhur për të gjitha kërkesat. Me vendimin numër 154 datë 24 shkurt të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Partia Socialiste e Shqipërisë është regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj. Subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë ka paraqitur në KQZ dokumentacionin për miratimin e listave shumë emërore për 12 qarqe. Administrata e KQZ verifikoi listat shumë emërore të kandidatëve për deputet të subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë për të 12 qarqet, si dhe dokumentacionin përkatës ligjor të paraqitur, dhe konstatoi se ishte në përputhje me kërkesat e parashikuara nga Kodi Zgjedhor. Kandidatët për deputet kanë depozituar formularët e vetë deklarimit në KQZ dhe nga verifikimi i tyre rezulton se të gjithë kandidatët e listave shumë emërore nuk kanë deklaruar asnjë të dhënë që ka të bëjë me parashikimin për ndalim në ligjin 138/2015. KQZ ka kërkuar informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, pas verifikimeve përkatëse të kërkesës së Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe dokumentacionit në tërësi të listave shumë emërore të subjektit zgjedhor për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025, rezulton se dokumentacioni paraqitur është në përputhje me kriteret e përcaktuar në nenet 67, 72 dhe 73 të Kodit Zgjedhor. Lidhur me subjektin zgjedhor Partia Socialdemokrate, me vendimin numër 177 të datës 25 shkurt, është regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë të datës 11 maj 2025. Subjekti zgjedhor Partia Socialdemokrate ka paraqitur në KQZ dokumentacionin për miratimin e listave shumë emërore për 12 qarqe. Administrata e KQZ verifikoi listat shumë emërore të kandidatëve për deputet të subjektit zgjedhor Partia Socialdemokrate për të 12 qarqet, si dhe dokumentacionin përkatës ligjor të paraqitur, dhe konstatoi se ishte në përputhje me kërkesat e parashikuara nga Kodi Zgjedhor. Kandidatët për deputet kanë depozituar formularët e vetë deklarimit dhe nga verifikimi i tyre rezulton se të gjithë kandidatët nuk kanë deklaruar asnjë të dhënë që lidhet me parashikimin për ndalim në ligjin 138/2015. KQZ ka kërkuar informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, pas verifikimeve përkatëse të kërkesës dhe dokumentacionit në tërësi të listave shumë emërore të subjektit zgjedhor Partia Socialdemokrate për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj, rezulton se dokumentacioni i paraqitur është në përputhje me kriteret e parashikuara në nenet 67, 72 dhe 73 të Kodit Zgjedhor. Lidhur me subjektin zgjedhor Koalicioni Euroatlantik, me vendimin numër 231 të datës 3 mars, është regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj. Ky subjekt zgjedhor ka paraqitur në KQZ dokumentacionin për miratimin e listave shumë emërore për 12 qarqe. Administrata e KQZ ka verifikuar listat shumë emërore të kandidatëve për deputet të subjektit zgjedhor Partia Koalicioni Euroatlantik për të 12 qarqet, si dhe dokumentacionin përkatës ligjor të paraqitur, dhe rezulton se është në përputhje me kërkesat e parashikuar nga Kodi Zgjedhor. Kandidatët për deputet kanë depozituar formularët e vetë deklarimit në KQZ dhe nga verifikimi i tyre rezulton se nuk ka deklaruar asnjë të dhënë që lidhet me parashikimin për ndalim në ligjin 138/2015. KQZ ka kërkuar informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, pas verifikimeve përkatëse të kërkesës dhe dokumentacionit në tërësi të listave shumë emërore të subjektit zgjedhor Partia Koalicioni Euroatlantik për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025, rezulton se dokumentacioni i paraqitur është në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenet 67, 72 dhe 73 të Kodit Zgjedhor të ndryshuar. Në lidhje me subjektin zgjedhor Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, me vendimin numër 237 të datës 4 mars, është regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025, ka dorëzuar listat shumë emërore si dhe 7.000 firmat e zgjedhësve në shkallë kombëtare bazuar dhe referuar në 68.1. Administrata e KQZ ka verifikuar në shkrimet e zgjedhësve në listat mbështetëse, për të cilat ka rezultuar se janë dorëzuar gjithsej 7.300 firma. Është bërë verifikimi në mënyrë asësore i 5% të zgjedhësve nga lista e zgjedhësve mbështetës. Janë verifikuar 370 firma, në përfundim nga verifikimi në shkrimet të depozituar, rezulton se numri i zgjedhësve është më i madh se numri minimal i kërkuar në bazë të nenit 68.1 të Kodit Zgjedhor për nënshkrimet.
KQZ ka kërkuar informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në bazë të verifikimit të formularëve të vetë deklarimit dhe përgjigjes së marrë, pas verifikimeve të kryera dhe dokumentacionit në tërësi të listave shumë emërore të subjektit zgjedhor Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet për zgjedhjet për kuvent të datës 11 maj 2025, rezulton se dokumentacioni i paraqitur është në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenet 67, 68, 72 dhe 73 të kodit zgjedhor të ndryshuar. Në lidhje me subjektin zgjedhor Koalicionit Djathtas për Zhvillim, me vendimin numër 236 datë 4 mars 2025 është regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për kuvent të datës 11 maj 2025, kanë depozituar listat shumë emërore për 12 qarqe. Administrata e KQZ ka verifikuar këto lista për të 12 qarqet, si dhe dokumentacionin përkatës ligjor, dhe ka konstatuar se është në përputhje me kërkesat e parashikuara nga nenet 67 dhe 72 të kodit zgjedhor. Kandidatët për deputet kanë depozituar formularët e vetë deklarimit, nga verifikimit të cilëve rezultoi se nuk kanë deklaruar asnjë të dhënë që lidhet me parashikimin për ndalim të ligjit 138/2015. KQZ ka kërkuar informacion pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, pas verifikimeve përkatëse të kërkesës dhe dokumentacionit në tërësi të listave shumë emërore të subjektit zgjedhor Koalicionit Djathtas për Zhvillim për zgjedhjet për kuvent të datës 11 maj 2025, rezultoi se dokumentacioni paraqitur është në përputhje me kriteret e përcaktuar në nenet 67, 72 dhe 73 të kodit zgjedhor të ndryshuar. Në lidhje me subjektin zgjedhor Partia Mundësia, me vendimin numër 151 të datës 24 shkurt, është regjistruar si subjekt zgjedhor pranë KQZ për zgjedhjet për kuvent të datës 11 maj 2025, ka paraqitur në KQZ dokumentacionin për miratimin e listave shumë emërore për të 12 qarqet. Administrata e KQZ ka verifikuar listat shumë emërore të kandidatëve për deputet, si dhe dokumentacionin përkatës ligjor të paraqitur dhe ka konstatuar se është në përputhje me kërkesat e parashikuara nga kodi zgjedhor. Kandidatët për deputet të subjektit zgjedhor Partia Mundësia kanë depozituar formularët e vetë deklarimit dhe nga verifikimi i tyre rezulton se të gjithë kandidatët nuk kanë deklaruar asnjë të dhënë që lidhet me parashikimet për ndalim të ligjit 138/2015. KQZ ka kërkuar informacion pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, pas verifikime përkatëse të kërkesës dhe dokumentacionit në tërësi të listave shumë emërore të subjektit zgjedhor Partia Mundësia, konstatojmë dhe rezulton se dokumentacioni i paraqitur është në përputhje me kriteret e përcaktuar në nenet 67, 72 dhe 73 të kodit zgjedhor të ndryshuar. Në lidhje me subjektin zgjedhor Partia Aleanca Demokracia e Re, me vendimin 201 të datës 26 shkurt, është regjistruar pranë KQZ si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për kuvent të datës si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për kuvent të datës 11 maj 2025, ka depozituar pranë KQZ dokumentacionin për miratimin e listave shumë emërore për të 12 qarqet. Administrata e KQZ ka verifikuar listat shumë emërore të kandidatëve për deputet të subjektit zgjedhor, si dhe dokumentacionin përkatës ligjor të paraqitur dhe ka konstatuar se është në përputhje me kërkesat e parashikuara në nenet 67 dhe 72 të kodit zgjedhor. Kandidatët për deputet kanë depozituar formularët e vetë deklarimit në KQZ, nga verifikimi i të cilëve rezulton se të gjithë kandidatët nuk kanë deklaruar asnjë të dhënë që lidhet me parashikimin për ndalim parashikuar në ligjin numër 138/2015. KQZ ka kërkuar informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, pas verifikimeve përkatëse të kërkesës dhe dokumentacionit në tërësi të listës shumë emërore të subjektit zgjedhor Partia Aleanca Demokracia e Re për zgjedhjet për kuvent të datës 11 maj 2025, rezulton se dokumentacioni paraqitur është në përputhje me kriteret e përcaktuar në nenet 67, 72 dhe 73 të kodit zgjedhor të ndryshuar. Faleminderit. Faleminderit, profesus e Partisë Socialiste dhe Partisë Koalicioni Euroatlantik, kanë diçka për të lidhje me? Faleminderit. Si që relatua, Partia Socialiste e Shqipërisë, bashkënditur listave shumë emërore për zgjedhjet për kuvent të datës 11 maj 2025, ka dorëzuar dhe dokumentacion shoqëror, i cili ka rezultuar konform rregullave dhe procedurave si dhe dispozitave të kodit zgjedhor. Në këto kushte ne kërkojmë miratimin e listës shumë emërore të zgjedhjeve për kuvent 11 maj të vitit 2025. Faleminderit.
Po, përfaqësuesi i Partisë Koalicioni Euroatlantik. Faleminderit, nderuar kryetar. Ashtu edhe ne, bazuar në dispozitat e kodit zgjedhor, kemi depozituar listat shumëmërore së bashku me dokumentacionin e kërkuar. Në anën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkojmë miratimin e këtyre listave. Dhe falenderojmë për bashkëpunimin e stafin për këtë ditë të ngarkuara që kemi pasur. Po, faleminderit. Atëre, duke qenë se dokumentacioni që ka bashkëqyrruar listat shumëmërore të kandidatëve për deputet për këto 2 subjekte, por dhe për 2 subjekte, edhe për 5 subjektet e tjera zgjedhore është në përputhje me të gjitha parashikimet e kodit zgjedhor, ligjit për dekriminalizimin, por në përgjithësi me kuadrin ligjor në tërësi. Vendosi miratimin e kërkesave për listat shumëmërore për kandidat për deputet, për Partinë Socialiste të Shqipërisë, Partinë Social-Demokrate, Partinë Koalicioni Euroatlantik, Koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj, Koalicionin Djathtas për Zhvillim, Partinë Mundësia, si dhe Partinë Aleanca Demokracia e Re.